Dhe është një përgjegjësi penale ku Dima Albashën e pret përgjegjësia penale, po pse jo edhe burgu, për ditën e vijim ku do të mbahen seanca gjyqësore. Pra është nxitje e përçarjes kombëtare dhe ne si rrjedhoj do të kërkojmë nga ana e prokurorisë speciale që nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar me agjencionet amerikane të marrim revistën shkencore në tërësi, sepse vetë Dima Albasha tani mundohet të luan lojë fjalësh, këndej thotë se është fshirë kapitulli 3 dhe thotë që komiteti i fakultetit e ka aprovuar kërkesën e tij, gjë që është edhe ajo është lojë fjalësh dhe është disi për të shmangur dhe të krijuar një alibi të amshë përgjegjësinë e tij, sepse po të ishte vërtet ai do ta faktonte në Facebook. Dilemën tjetër e kemi sepse bash ajo e ka gjetur Dima Albashën të bashkëpunojë me të. Dhe Dima Albasha veç tjera është përveç publikimit si bash autor me Jana Ananovskën, aty ky i ka ndihmuar asaj që të gjejë shqiptarët dhe të tregoj anën e errët të shqiptarëve, duke aluduar se UÇK-ja është financuar nga kartelet e drogës dhe janë profiterë të cilët kanë shfrytzuar luftën dhe pas luftën që të marrin pozitat. Andaj ne tani do ta faktojmë. Kjo vepër penale tregon se është dënueshme këto akte të tilla kur janë publike. Duke ditur që është një veprim i tij i publikuar që në vitin 2013 dhe është një revistë shkencore se secili qytetar mund të ketë qasje aty, atëherë kjo edhe më shumë sforcon përgjegjësinë penale dhe Dima Albasha unë kërkoj që nëse ka pak fije ndërgjegje, fije njerëzore, morale dhe etike duhet të jep dorëheqjen nga ky moment. Sepse tani veç kemi dorëzuar kallëzimin penal dhe presim rezultatet nga prokurori përkatës që të shikojmë se mos mshifet mbrapa asaj diçka më tepër, sepse mund të jenë çarçet e shërbimit inteligjente, shërbimet ndryshme të cilët nuk e dojnë të mirën e Kosovës.